personat me kancer janë të liruar prej pagesave dhe në klinikën e onkologjisë do të bëjmë trajtim në dy shërbime. Shërbimin e onkologjisë ditore, me qenë se është spital dhe përpos shërbime spitalore, kryen shërbime ambulantore dhe pjesën shërbimin e radioterapisë ku ne bëjmë do të trajtime me rezatim më shumë se do nështë 150 pacientëve në ditë, 170 pacientëve dhe me shërbimin e brahiterapisë. Pra, klinika qëndron mirë, ne kemi ndonjëherë vështirësi për disa medikamente të cilat për shkak të autorizimit marketingut nuk kanë qenë në klinika, apo disa banave të cilat... Ku duhet vendën ato të blehen? Ato kur nuk ka, për shembull, ato në përqindje shumë e vogël. Më shumë se mbi 90% pacientë marrin shërbime dhe me gjitha medikamentet të cilat ne i kemi, por një përqindje e vogël e tyre është që banat për shkak të disa rregullave të cilat shpresojmë që të zgjidhen shpejt, ata detyrohen të sigurin këto bana pak për një periudhë caktuar me ore shkurt, po pjesë tjera dhe trajtime shumë moderne dhe sofistikuara dhe shumë ekskluzive dhe shtrejta merren në klinikën e onkologjisë. Pa të numri më i madh i tyre, kur themi numri më i madh është më shumë se 90% pra të pacientëve marrin shërbime onkologjike dhe trajtime në klinikën e onkologjisë çdo ditë për 5 ditë në javë, 7 ditë në javë, edhe pjesën e hospitalizuar. Në anën tjetër, klinika jo vetëm që kryen shërbimet kurative të pacientëve, por ka edhe shërbime tjera, bën edhe shërbim disa momente edhe shërbim paliativ, me qenë se pacientë cilët kanë nevojë për trajtime kur trajtimi medikamentos është ose trajtimi onkologjik